Bashkim Bakiu ndodhet me mua në studio dhe do të flasim për raundin e dytë, edhe rezultatin zgjedhor të raundit e parë, po edhe raundin e dytë që na pret me 2 nëntor. Mirë se vini në Alsat. Mirë se gjetëm. Faleminderit për ftesën. Do të fillojmë nga qyteti i Shkupit, aty ku ju ishit kandidat, morët rreth 28.000 vota. Sa prej tyre do të jenë, ta them, mbase jo të gatshme blanko, po në mbështetje të njërit prej kandidatëve për qytetin e Shkupit? Faleminderit për ftesën, faleminderit edhe gjithë votuesve, faleminderit qytetarëve që dëshmuan se kemi pjekuri edhe politike edhe qytetare për me mbajtur zgjedhje ferë dhe demokratike, ishin specifike sidomos në Shkup dhe Tetov, përkundër faktit që kishte dyshime se vetvetiu Vedijeja i karakterizoi si zona të betejës për këto zgjedhje Çajirin dhe Tetovën. Arritëm një rezultat historik, rezultat mrekullueshëm që na vendosi në rend të tretë mua, duke lënë pas edhe LSDM, duke lënë pas edhe partitë tjera AKI. Unë në deklaratat e mia dhe gjatë fushatës së zgjedhjeve pata deklaruar se ka shumë gjasa, sepse vetvetiu mirëm me hulumtimet e opinionit publik dhe duke përcjell anketat, hulumtimet e sondazhet, pash se kishte gjasa, domethënë edhe të kaloj në raund të dytë, por ja që s'deshti fati, megjithatë dham simbolikën se shqiptarët janë në numër në qytetin e Shkupit, në kuadër të organizimit administrativ të qytetit e Shkupit, ndoshta me përqindje nuk jep shpresë që një kandidat shqiptar të kalojë në raund të dytë, po rezultatin që arritëm dëshmoj se kaloj në raund të dytë. Sa i përket përkrahjes për në raundin e dytë, nuk është se ne i kemi ato vota dhe mund t'i sjellim ka të duam, por normal në kuadër të dëshmive tona në qeverisjen qendrore, duke dhënë premtime për projekte gjatë kësaj fushatës zgjedhore, motivojmë qytetarët që të njëjtat me mobilizim të kontribuojnë në përzgjedhjen e një kandidati që pastaj të ngelet përgjegjësia jonë bashkë me Këshillin Komunal të qytetit të Shkupit dhe të inicojmë këto projekte për të cilët kemi folur në kuadër të kampanjës parazgjedhore edhe për qytetin e Shkupit, po edhe për komunat përkatëse. Duke marrë parasysh se komunat që gravitojnë në kuadër të qytetit të Shkupit janë 2, ku janë me dominancë me trup votues të Vlenit, konkretisht komuna e Sarajt dhe komuna e Çajirit, shumë nga ingerencat interferohen me këto komuna edhe të qytetit të Shkupit, prandaj kontributi jonë në zgjedhje është i rëndësishëm për të kërkuar edhe ata që e meritojnë. A le këtë në kuptohet që votuesit tuaj ose të koalicionit Vlen duhet të tregojnë një përkraje për partnerin e koalicionit në qeveri dhe kandidatin e tyre për qytetin e Shkupit? Sigurisht, po. Sidomos kur kemi 2 opcione, tash e shihni se si gravitojnë përkrahjet në Tetov, për Akin, në Shkup, ekziston, po është një përkrahje edhe të kundërshtarëve tanë politik, po që është e dukshme. Ka ekzistuar një koalicion paraprak midis Danellës, atëherë BD-s, jo AKI-s, edhe Levicës. Tash shumë më lehtë kanë edhe qytetarët të bëjnë përzgjedhje, për shkak se ju i dinë në qendrimet publike të një partie politike e cila synon që të bëjë çnjohje me Kosovës, të çan tërsimin në NATO dhe konsideroj se është rrezik edhe për shoqërinë tonë, edhe për shtetin, veçanërisht për shqiptarët që të ngritet ose të përkrahet një subjekt i tillë politik, përkundrazi do duhet të ndëshkohet. Për vendet vetë komune tjera dhe mu më intereson nëse në Tetov kanë ndryshuar matematikat për mbështetje ose mbeten të njëjtat, për shkak se kishim të deklarata edhe nga kryeministri, kishim paraqitjen e kandidatit të koalicionit Vlen për deklaratat e tij që dha në një medium jashtë vendit, dhe në fund u kryua një amulli nëse ekziston marrëveshja mes 2 paleve, ose nuk ka më marrëveshje dhe do të ketë hakmarrje mes vete? Ja, nuk besoj. Mendoj se të dytë edhe kandidati për Tetov, një ndër liderët e Vlenit Gjeje sqaroi edhe kryeministri, ne e shohim sepse gjatë këtyre zgjedhjeve kur kemi bë planin dhe komunikimin dhe selektimin e kandidatëve, atë që kemi imponuar që të praktikohet si temë kanë qenë nevojat e qytetarëve, kryesisht.
dhe problemet të cilët i tangojnë qytetarët bazuar në një hulumtim që kemi bërë edhe për kandidatët, por edhe për ndaj qytetarëve për nevojet dhe problemet me të cilët ballafaqohet çdo komunë, çdo vendbanimi. Në bazë të asaj kemi krijuar programe dhe kemi sugjeruar, kemi mesazhe që të krijojnë vetë kandidatët ndaj qytetarëve normal, për të ofruar formë se si do të zgjidhin problemet. Fatkeqësisht u imponua një temë e folklorizmit nga Akia që dëshmoj se nuk ka përkrahje, që është edhe më e palogjikshme, sidomos kur ndërthuhen përkrahjet nga etnitetet tjera, nga një parti e cila veçanërisht në Tetov, do të thonë në 2017 solli në Tetov, në miting Lube Boshkovski, nga ana tjetër kundërshton dikën që ka marrë, do të thonë, nga dalja e maqedonasëve, them 30%, ka marrë një përqindje të vogël si përkrahje. Aq më keq janë të freksta fotografitë se pikërisht në Tetov HKI-ja bashkëpunon me levicën. Mos përsëris atë që thashë se sa është e rrezikshme për një subjekt politik që të ndihmohet në ndërsjellje dhe të rriqet. Por rrethanat janë të tilla, BDI është në një situatë kur e bëj unë si HKI vlen, po kur e bëni ju nuk bën. Prandaj duke analizuar rezultatet e raundit të parë, shifët dukshëm se dominanca e kandidatit të vlerë, respektivisht Bilal Kasamit, është edhe tek votuesi shqiptar, sepse ne i dim lehtë mund bën analizat edhe të vendvotimeve, edhe të lagjeve, edhe të fshatrave, edhe të zonave urbane. Dhe aty ka një avantazh jashtëzakonisht të madh, mbi 2700 vota apo 2900 vota vetëm tek komuniteti shqiptar. Do të thotë parafrasisht 3000 vota të komuniteti shqiptar. Mos përjashtojmë se në Tetov jetojnë edhe komuniteti rom, edhe komuniteti turk, edhe komuniteti bosnjak, por e njëjta ka ndodhur edhe tek kundërkandidati i Vlenit, në këtë rast kandidati i AKI-s, ku realisht ka në kvantumin e votave ka vota prej etnikumit maqedonas, tash parashtrohet pyetja, janë ato të levicës apo të kujt janë. Sidoqoftë, dëshmi se ka avantazh serioz Vleni janë edhe votat në Këshillin Komunal. Kur flisni për folklorin, dua pak t'ju pyes për deklaratat e kandidatit të Bërvenicës edhe distancimin kushtimisht të koalicionit Vlen ndaj deklaratave të tij. Dhe pse ndodhi kjo? Jo, nuk është se Vlen është distancuar, unë thash se selektimi i kandidatëve për kryetar komune në komunat përkatëse ka kaluar nëpër një shumë proces. Do të thotë një ndër to ka qenë edhe matja e opinionit publik rreth figurave të caktuara. Forma dhe faza tjetër ka qenë intervista, do të thonë me kandidat potencial të Vlenit për të garruar si kryetar komune, do të thonë CV-ja, kapaciteti, aftësia e kështu me radhë. Pastaj ka kaluar një fazë trajnimit ku ne kemi bazuar informacione përsëri do ta them në bazë të hulumtimeve të nevojave të qytetarëve, fatkeqësisht u ballafaqua me një realitet që në pjesën dërmuese të komunave shqiptare kemi vendbanime, kemi popullat e cila ende ka nevojë për ujë për pije, ende ka nevojë për kanalizim. Pikërisht për këtë arsye ne kemi sugjeruar kandidatëve që prioritet t'u japin projekteve, prioritet t'u japin interesave të qytetarëve bazuar në një hulumtim. Mirëpo, kjo nuk do të thotë se kandidati nuk e ka autonominë e vet në bazë të nevojave lokale të propozoj formë të aktiviteteve me vetëm qëllim që të ketë një fitore. Dhe në këtë rast ne kemi varësisht prej specifikave të komunave. Një situatë të ngjashme ku kundër kandidatë kemi një partner të koalicionit, siç është Bërvenica, kemi edhe Dollnenin. Megjithatë varet prej vendimit të kandidatëve që të gjykojnë, sepse qëllimi në fund numëron sa komuna kemi fituar. Do të thonë edhe sa kjo kemi arrit si sukses, që në raundin e parë
mund të them se jemi në avantazh 8-2 ose 10-3 në këtë rast vis-a-vis AKI-s, por janë situata specifike në varësisht prej komunave. Shifni ndryshon Tetova, ndryshon një vend banim tjetër, ndryshon Bogovinja, ndryshon Vrvenica, po është situata ngjashme me Dollinin, por është situatë krejtësisht ndryshe me të cilën normal, çdo kandidat ka dinjitetin e vet dhe autonominë që të vendos. Qoftë edhe nëse thotë se unë jam i gatshëm që të bëj kampanjën, ose strategjia ime thotë se unë do të targetoj fiks vetëm vota etnike, që realisht nuk janë rekomandime të sugjeruara nga dikush, por është vendim i kandidatit, sepse kur jemi në zgjedhje lokale ne mos harrojmë se të rëndësishëm janë gjitha bashkësitë etnike që jetojnë në atë komunë. Dhe çdo kryetar komune, çdo kandidat ose potencial që është kryetar komune, nesërmit duhet të jetë kandidat ose kryetar komune i cili duhet të kujdeset për gjithë banorët e asaj pavarësisht përkatësisë etnike. Do t'ju pyes për Strugën, kandidati i pavarur është folur se mund të ketë mbështetjen e Ramiz Merkos. A s'dep kjo vlenin ta mbështet kandidatin e pavarur, nëse ka mbështetjen e Ramiz Merkos? Shifa, mos duket se përsëritëm, ne kemi mbështetur një kandidat të pavarur. Praktikisht. Rrafën e dytë po flas. Jo, praktikisht. Jo, e flas tash prej raundit të parë. Ne kemi qenë aq të hapur sa që kemi dhënë hapësirë atje ku kemi menduar se një kandidat t'i plotson ato kriteret që i thash të selektimit për të garruar me një komunë, kemi konsideruar se Mendi Qira është kandidat më adekuat për të përkrahur në këtë rast. Ai nuk ka garruar në amblemën tonë, por ka pasur një përkrahje të fuqishme edhe nga ne. Po kjo nuk na sinkronizon me një ish kandidat ose veprimtar ose sido që ta quajmë person i përveçëm i cili konsideron se në moment caktuar duhet përkrahet një kandidat i pavarur. Do të thotë mbështetja për kandidatin e pavarur mbetet pavarësisht se nga kush tjetër vjen mbështetja. Nuk është mbështetje ndaj neve, por është çështje që me siguri duhet ta qartësoni me kandidatin. Tash nuk e di realiteti si është, a ka pas ndonjë komunikim apo vetëm është një manifestim i votës nga atij grupacioni konkretisht. Për këtë emër të përvetshëm që nuk dëshiron t'ia jap kundër kandidatit, por don t'i adreson tek ky kandidat që nuk do të thotë domosdoshmërisht bashkëpunim, por mund të ketë një mos bashkëpunim ose konflikt midis kundër kandidatit Mendi Qira dhe një ish funksionar. Po në Kumanov është pastruar situata dhe a besoni që mund ta bindni votuesin e Vlen të dalë dhe ta mbështesë opsionin për cilin jeni deklaruar zyrtarisht, madje edhe njëri nga liderët e Vlen u takua me kandidatin për kryetar atje dhe tha që do ta mbështesin. Besoni se kemi bërë hulumtime, kemi bërë dhe kalkulime të cilat janë më të mira edhe për qytetarët e çdo vendi, pardon, për çdo komune. Ne shpesh herë mund bim ndoshta edhe një situatë që ta zgjidhim ndoshta edhe të keqen më të vogël, por kalkulimet tona dhe analizat që i kemi bërë, por edhe hulumtimet, me një kushëzim që në të ardhmen që të praktikohet ose të realizohet me projekte konkrete për nevojat e qytetarëve të Kumanovës, besoj se është zgjidhja më e mirë në këtë fazë. Pas zgjedhjeve lokale fillon shkrirja e Vlen në një parti dhe strukturimi i saj me një lider dhe me strukturë organizative. Veçma sinjalet e tilla kanë dhënë ki bashkëpunim në kuadër të zgjedhjeve lokale, ki rezultat jashtëzakonisht i mirë në favor të Vlenit, dëshmon se unitetin të ardhmen është një synim jon i përbashkët. A vlerësoni që rezultati në zonat e caktuara duhet të sjellë përgjegjësi brenda Vlenit e me këtë të reflektohet edhe reforma në qeveri? Jo, nuk besoj se për momentin rezultati është pozitiv, thash në favor të Vlenit. Shpesh herë interpretohet vetëm alibi që i ka mbetur kundërshtarit tonë politik, në këtë rast AKI-s, janë disa numra ku ne në formë shumë të sinqert kemi ndihmuar me të vetmin fakt
edhe mos marrim vota as për këshilltar, por as edhe për kryetar komune me vetëm qëllim që ta suportojmë ndonjë kandidat edhe shqiptar, por në zonat ku arritja është shumë e vështirë. Për shembull, kemi raste ku ne nuk kemi participuar në komunën e Karposhit për këshilltar. Kandidati i AIK-s ka qenë një person super pozitiv, super i javë dhe ne kemi sugjeruar në bazë kërkesës të këshillave lokale të Vlenit që të përkrahet një, sepse është e vështirë betejë. Ka fituar 800 vota në këshill dhe të njëjtat faktikisht nuk janë në kalkulim tonë. E njëjta është edhe për Çashkën, njëjta është edhe për Plasnica, njëjta është edhe për Mavrovorostic. Pyetje ishte më konkrete për Likovën, po do ta shpjegojmë herën tjetër. Faleminderit për kohën tuaj në Alsat. Faleminderit edhe juve për ftesën. Pas siglas vazhdojmë me informacione të tjera, qëndroni me Alsat.